I kemi borç, o gjema, unë nuk flas për hatër të askujt. Vallaj për i Zot Allahit flas. Vajzën apo gjalin, kush e ka tash klasa e 9 me çun medrese. Vallaj gjema medresja, sidomos për neve që e mbajmë veten shumë fetar. E ne shitemi më të devotshëm se do njerëz tjerë. Për ne ndoshta është fars. Kur e çesh ti gjalin apo vajzën në medrese, ta shohim ku e ke çu. E çesh në do lant mësimore që mësohet Kur'ani, hadithi i pejgamberit alayhis salam, historia islame, aty thirret ezan, falet namaz, me abdes, me xhamat. A keni qenë ndonjëherë në medrese? Shkojni vizitoni. E sa ambienti bukur është, një pjesë e xhenetit është rruzullin toksor, sidomos trojet tona. Venti bekuar është, aty gjithë ditë lexohet Kur'an, falet namaz. Shkojni, shefni ato evlat, vizitojni, motivojni. Borç e kemi këtë. Këtë e thon vetëm për të mirën tonë. Ato gjemt dhe ato vajza e bëjnë një farzi qifaje. Se feja islame duhet hece, ajo hes nëpërmjet hoxhallarëve apo hafizave. Ma shumë me hoxhallarët. Ato e bëjnë një farzi kifaje. Bëhet hoç, nuk bëhet hoç, ajo punë e dytë, sekondare. Ai shkon vetë atje. E mban gjallat. Men ekthara sawade qaumin fahuwa minhum. Kush e mbush numrin e një grupi quhet pi atyne, ai ka shkuar atje të bëhet hoç. E ai do quhet hoç. Derisa të vdese, bereqetin e medreses do e kese.